Fillon procesi i mbledhjes së farave të pishës së zezë, akacjes, dushkut për të vijuar më pas me mbjelljen e këtyre farave në disa zona të përcaktuara si të nevojshme për pyllëzimin në Korçë dhe Devol. Ardit Konomi, iniciatori i kësaj nisme, tregon se vetëm këtë vit pritet që të mbillen afro 100.000 pemë me një teknikë të veçantë e cila përdoret për herë të parë në mënyrë masive në vendin tonë. Sipas Konomit, i gjithë ky proces do të kryhet me dron bombardues, duke shmangur kështu mbjelljen tradicionale me fuqi punëtore. Farat, të cilat ne kryesisht jemi përqendruar tek tek pisha e zezë, tek dushku, tek akacia, vendosen brenda një kapsule. Ky është një model, është shumë shpejt e biodegradueshme si material plastik. Brenda kësaj vendosen farat, vendoset lënda ushqyese, vendosen disa materiale mbrojtëse. Një dron shoqërues i cili është dron peshe ngarkese, qyllohen këto lloj kapsulash. Është një teknologji e cila na jep mundësinë të mbjellim sipërfaqe të mëdha në kohë të shkurtër. Qarku i Korçës është një nga qarqet me sipërfaqet më të mëdha pyjore, por nga ana tjetër është edhe një prej prefekturave me sipërfaqet më të mëdha të prerjeve të jashtëligjshme. Ndaj kjo teknikë duket më efikase nga ajo me fuqi punëtore për rikthimin e sipërfaqeve pyjore të dëmtuara. Të grumbullojmë rreth 1 milion fara, të mbjellim avërsisht 100.000 pemë. Koeficienti i suksesit në raste të tilla është midis 10 dhe 20%. Nuk është gjë as pak e vogël, sidomos në zonat të thella dhe zonat largëta që me fuqi njerëzore, me mënyra të tjera është praktikisht e pamundur. Fushata do të kulmojë në muajt nëntor dhe dhjetor dhe do të mbyllet në fillim të vitit të ardhshëm, duke angazhuar edhe komunitetin apo nxënësit e shkollave.